Shqiptarët po blejnë gjithmonë edhe më shumë automjete. Sipas të dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, vetëm në muajin e parë të këtij viti janë regjistruar për herë të parë 6895 automjete të reja. Sipas Drejtorisë të Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, vihet re një diversitet në tregun e automjeteve sa i përket origjinës së tyre, por edhe vitit të prodhimit, duke sjellë modernizim të flotës së që qarkullojnë në rrugët e vendit. Nga të regjistruarat për herë të parë në janar, 4389 rezultojnë të përdorura të blera jashtë Shqipërisë. 1037 janë mjete të reja dhe 814 elektrike. Automjetet vijnë kryesisht nga Azia, Europa, përfshirë Italinë, Gjermaninë, Zvicrën, por edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Korea dhe Kina. Tregu mbizotron nga mjetet e importuara, ndërsa vihet re një trend në rritje i mjeteve në moshë të re. Gjithçka lidhet drejt për drejt me rritjen e të ardhurave. Rritja e flotës pasqyrohet me rritjen e nevojës për lëvizshmëri, pra zhvillimi urban, zhvillimi i zonave periferike, rritje e aktivitetit tregtar. Gjithashtu shton edhe aktivitete të tjera që lidhen me automjetet, siç janë sektor të tjera, ato të shitjes dhe dhënies me qira të automjeteve, siguracionet apo autoserviset. Është një tregues i realitetit social që automjeti shihet tashmë si mjet autonomie. Pas Tiranës, numri më të lartë të automjeteve të regjistruar për herë të parë në muajin janar ka Durrësi dhe më pas Fieri. Numri i ulët rezulton në Sarandë dhe Gjirokastër, ku gjatë janarit janë regjistruar vetëm 100 automjete për herë të parë në këto dy qytete.